Nderuar kryesues, zonës kryesues, nderuar delegat, përmishëm, unë parashtruan disa pyetje në detyrimin e asillit, jemi obliguar që të përgjigjem, megjithëse kemi më të madhe përgjigje e rrallë e kryetarit, por di që kemi përvojë gjatë si delegat të guvernit, ditërisht ta jepën në ligjin që ta bëni kërkesa, dhe se di të shohim se ka person që është jashtë dhe nga parë, thjesht mund ta bëni një kërkesë për çfarë dokument të zyrtare nuk kanë në ato, gjithë po specifikisht para person që të shohim dhe se ekziston. Thjesht mund ta bëni kërkesë edhe në drejt të vini dhe të legjislatës. Sa kërkesën e rrugës, përgjigjen rreth pajisjes të avart kryetari, ose rreth raportit nuk do të jetë rrugës se çfarë raporti po kërkon ti, kur e dini që raporti është një përmbledhje e punëve dhe aktiviteteve të sektorit ose legjistike, ku do të përfshin gjitha punët dhe aktivitetet që janë bërë në këtë periudhë, një jarë dhe aty kemi parapara. Rekomandime të të shqetësoj ty, edhe sfidat me të cilat jemi ballafaqur dhe prapë kemi paraqit për këtë në vijim. Por ndryshe ju kërkohet që psikolog, edhe kryetari tha 3, ndoshta gaboj, kemi pranuar nga 4 psikolog, jo kemi ndërsa. Mandej kryetari tha se ndërsa kemi në vellorat e dyre. Ose sa i përket asistentes, dhe më dhanë asistente për punën e vajtë për qanë të asilionë, në përse të një problem në aktivitetet në atyra për të shtaket. Jo për të nga ty të një bëhë kërkes ministri, po Ministria po vizitave dhe të tash njëve në Tanzania. Dhe në për para shumë vite këtë nëzëndoa së në rikujtë, një kërkes se kemi pas në vojtë për 3 asistent, një shqiptar karrierës dhe një specialist sanitist. Në kemi ka qenë në kërë administratës e të shumë të te marrë në këzumë. Me që në të nga kemi 3 asistentës, por në një interesat, një kemi një qatës, dhe zë kemi një shkollë të nasionetë. E kemi edhe ekipi komunal për besimi, e kërë të një në të qatë nasionetë, e kemi vlerësuar në kërkesën e të shkollës për shkollës njësë të nasionetë, kemi kërkesa në nga mësaqe e përgjy, ose të legislativ, sot kemi një për komisionit në repertuare për besimin e tyre. Tjetër sa e përket qerrës. Qerra është sa po përgjimi e dhime një shtatorë në zi. Shumë përgjikeve, fati ishte që na është përgjërisë që të atoni, po dhe kemi të atoni se pas dhe dhime e këmë profesional në zimin e qerrës. Dhe kemi vonë kërkes një disuri një herë që të në ndimoj. Edhe ka komplet ka në dhe zyre, po gjithashtu, të më dhe edhe të krasë zyreve, edhe mundësi tjera, edhe bugjetore, edhe kadrovike, se kompletuar, edhe nuk është problem që ta zgjatin në honorarinë e punës. Faktikja tona në vazhdueshme, po tresim nga qeveria më të drejta, por nuk kemi përkrajë deri se kemi bërë dhe kërkesën që edhe kemi propozuar njëherë që të vendoset në vend në nisë që në ka shkullor, presim të ditë që të në këtëm përgjithë. Se përket trajtimin, fatë të mësim baze. Në një këtë ishma trajtim tjetër të të millonë si dhënëse, kur e dini se qeverit të nërështë nuk e kanë bërë, në një që realizim kontratën kolektive, edhe pse po kemi shumë, do të thamë, ma shumë po kemi tonë, realizimin e projekte ndryshme, mirë po na e ka dhënë premtimin edhe kryetari dhe jemi në fund të realizimit në kontratës kolektive. Ku aty paguhet, po kjo është edhe përgjegja njëkohësisht edhe e vallëzit, që pas se po paguhet licencat, e kontrata kolektive pra paguhet shujta, paguhet licencat, paguhet trafiku dhe inflacioni, një po vetëm është para paqet paguhet e transporti ata që udhtojnë reprezentantët e qyteteve tjera. Vazhdimisht neve na vijnë, son drejtë një shumë njoftime, drejtë na njoftojnë neve se prej përmbaruesi. Vazhdimisht që të në arë, vazhdimisht nuk është që jemi të bëhë diskriminit, ajo nuk është që marrë të neve, këto i ka marrë në përshkollat një ditë, regjistrat i kanë avokatët, përmes avokatët dhe të shkollë procedurë të mbaruesit edhe gjithçka në punë. Besoj që kryetari të gjithë se sa të në bon, jo vetëm neve komunës tonë, po gjitha komunat e vullin këtë problemit e kontrajnë kolektive. Unë ka shkom tjetër pyetje nuk është. Faleminderit.